kujtohet, gjithmonë më shumë, kur mbillnin pemë në Tiranë, ishte si kur jepnim shfaqje. Njerëzit ndalonin dhe mblidheshin rreth pemëve. Kur kemi mbjell kumblla dhe kuqe tek rruga e Kavajës, bllokoi trafiku sepse njerëzit shifnin mbjelljen e pemëve. Kishin ndjesinë e jashtëzakonshme që po kthehen pemët në qytet, se ishin sagatuar dhe prerë nga të katër anët. Sot, ata që s'kishin lindur në vitin 2001, 2002, 2003, 2004, as nuk e kanë idenë që 90% e pemëve, 90% e pemëve që janë në rrugët e Tiranës, janë mbjellë në atë fazë. Mirë po tani nuk jemi më në fazën e mungesës. Po shikonim një material që po përgatisim për gjithë ata që nuk e dinë se çfarë është bërë me Shqipërinë midisore, janë mbjellë 5 milion pemë në zonat e mbrojtura të Shqipërisë. 5 milion. Sot jemi në një fazë tjetër. Nuk është mungesa problemi kryesor, është sasia dhe cilësia e gjës që ke dhe që do. Do më shumë dhe do me një cilësi më të mirë.